Selamu alaikum të dashur miq. Me mbarimin e mësimit në shkollat fillore dhe të mesme në vendin tonë, nënkuptohet edhe fillimi i pushimeve verore. Por si të shfrytëzohen ato në formën më të mirë dhe të jenë më produktive, do të flasim sot me Hoxhën Sadat Rustemi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se vjen. Hoxh, gjithçka fillon tek ideja, tek koncepti i kohës së lirë. Na thuaj sipas kuptimeve edhe fetare islame, a ka kohë të lirë, kështu nëse mund ta quajmë njeriu? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e Madhërisht, salavatim i pejgamberit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në radhë të parë ju përgëzoj për emisionin në këtë kohë të duhur, në fakt, për ta kapur kohën e duhur edhe momentin e duhur, çastin e duhur për nxënësit, për prindërit, për gjithë. Pastaj është shumë e rëndësishme ta kuptojmë që koha klasifikohet prej dhuntive, prej nimeteve, mirësive të Zotit ndaj njerëzimit. Mirë po, zakonisht njerëzit, gjërat të cilat janë falas, edhe gjërat për të cilat njeriu në mënyrë të drejtë për drejtë nuk jep llogari, i neglizhon, i përbuz, i ndoshta i keq përdor kështu me radhë. Por këtë na ka njoftuar vetë pejgamberi alayhis salam, ku ka thënë se ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas. Tekstualisht thot, ndaj dy gjërave, ndaj dy dhuntive, ndaj dy mirësive, shumë njerëz janë indiferent, të pakujdesshëm, as-sihhatu wal farag, shëndeti dhe koha lirë. Pra, shëndeti njeriu sa e ka, nuk ja vëmendjen. Për atë arsye dhe kërkohet rujtja. Në anën tjetër, koha lirë për cilën dhe po bashkë bisedojmë, shumë njerëz do të thotë me që nuk apin diçka, nuk apin kompensim, edhe ndoshta nuk e vlerësojnë. Pra, këtu në tekst profetik ka ardhur shumë njerëz, që i bie se ka njerëz që vlerësojnë. Atëherë i bie se mund ta rrumbullaksojmë, jeta jonë është koha, suksesi i jetës është koha, vlerat varen nga koha. Njerëz të suksesshëm, nëse duam t'i dimë çka kanë bërë ata që janë suksesshëm, pikërisht është shfrytëzimi i kohës, jo krejt e inteligjenca, jo krejt e aftësia. Për faktin se studimet flasin, aftësia ose inteligjenca e njeriu në përgjithësi, nxënësit e studentit e të rriturit, kjo është çështje personale, po dikuj i vyn, i nevojitet 2 herë, 3 herë me lexuar një tekst, dikuj 1 herë, dikuj më shumë ose më pak. Mirë po, që të gjithë, për asaj shfrytëzojnë, pastaj rezultati është koha. Kështu që i bie se nuk kemi kohë të lirë. Në fakt, kohë të lirë nuk ka, po ka mirë shfrytëzim të kohës. Kjo mendoj se është ajo më e duhur. Pra, dhe kur flasim për pushimet verore, a konsiderohet si një mundësi edhe në kontekstin e ibadeteve të bëhen disa ibadete të tjera në forma tjera? Po me që tani fillojnë veç pushimet verore për nxënësit dhe mësimdhënësit, po kryesisht u dedikon ndoshta ky emision nxënësve. Kjo është vazhdimësia e jetës. Pushimet verore në parim janë vazhdimësia e jetës. Praktikisht konsideroj se do duhej në vendin tonë të kuptojë kësaj që pushimet verore të jenë plotësim i asaj që nuk e kanë marrë nxënësit gjatë vitit. Pra, është një pushim, po themi është ndryshim i orarit, mund ta quajmë kështu, është një ndryshim i orarit, është një ndryshim i konceptit, është një përmbushje e vlerave, sepse tani kanë kohë më shumë për të plotësuar disa pjesë që nuk kanë pas mundësi mu plotësu gjatë vitit. Këtu e vë theksin pa hezitu fare te çështja e plotësimit të mësimbesimit dhe mësimeve fetare, për faktin se ne po vazhdojmë edhe me tutje si komunitet që të na mungon lënda fetare nëpër shkolla. Dhe kjo po na hakmirë, domethënë që çdo mend se nxjerrim përfundime gjatë vitit problemet të cilat po na ndodhin nëpër shkollat tona, jemi të bindur ose më së të bindur se prezenca e lëndës fetare do të kish paksu, do të kish menjanu shumë prej fenomeneve dhe dukurive negative. Prandaj mendoj se pushimet verore fillojnë nga këtu, plotësojnë fillimisht atë që nuk është marrë për 9 muaj gjatë mësimeve ose 10 gjatë mësimeve ose vitit shkollor, e pastaj edhe plotësimit të tjera, do thotë kreative, do thotë në mënyra të ndryshme. Dhe kur flasim për fëmijët, detyrimisht e nënkuptojmë edhe familjen. Është
epicendra e organizimit të pushimeve verore, apo jo? Patjetër që familja është, po themi, promotori i organizimit, sepse tani fëmijët më kanë dalë nga bankat shkollore, nga i sistemi i përditshmërisë. Dhe natyrshëm, kjo jo vetëm të fëmijët, edhe tek të rriturit është. Momentin që njeriu del nga një sistem, sikur e konsideron që është çliruar. E sidomos të vegjëlit e konsiderojnë një lloj çlirimi tash pafund do të flajmë, por pa orar i bie. Do të lozim pa orar, do të lëvizim pa orar e kështu me radhë. Kështu që kompetenca mbetet tek familja. Ose thonë më mirë, fëmijët vëzhgojnë dhe marrin mësim nga familja. Tani më kanë kohë më tepër. Çfarë bojnë prind? Çfarë organizimi të jetës kanë prind këtë kohë? Nëse prind të vazhdojnë rutinën e jetës tyne, sikur që tani edhe është bërë rutinë, punojnë për shembull të dy prind, një pjesë e madhe e kohës së fëmijëve do të jetë prapë në vetmi, që mund ta keq përdorin. Po edhe nëse njëri prej prindve, zakonshëm nënat që ndërën në shtëpi, do të jenë të kujdesshëm që të bajnë pra program në shtëpi për veten e tyre fillimisht, e pastaj të bajnë edhe për fëmijë. Pra, pushimet verore quhen të tilla pushime verore, sepse është ndryshim klimatik, është ndryshim sezonal, pauzë prej shkollimit për rutinës shkollore. Rutinës, po dhe ata që punojnë kanë një pjesë të pushimit. Unë mendoj se këtu do të ndryshohen pra programi jetës, jo pauza nga zhvillimi ose nga puna. Kështu që prindët duhet të bëjnë program për fëmijët e tyre, program gjumi, program leximi, program kreativiteti, dalje, kështu me radhë, me qëllim që kur të vije funi i pushimit, prap fëmijët të kenë marrë diçka me veti. Edhe kështu vazhdohet jeta. Po pra. Dhe Hoxh, është e rëndësishme të mbahet një lloj ekuilibri në këtë rast mes organizimeve të fëmijëve, mes aktiviteteve që do të kenë gjatë verës, apo jo? Patjetër, siç edhe promovuam se nëse nuk kemi një program mirëfilli, konkret, është problem me majtë një ekuilibër për faktin se fillimisht çarkullohet gjumi. Zakonshëm ne e dim prej principeve tona si fëmijë që kemi qenë, do të thotë, nëse nuk ka program, atëherë do thotë gjumi çarkullohet. Çarkullimi i gjumit në fakt e çarkullon programin e ditës. Kështu që do të me nejtë gati ose me qenë kujdesshëm në programin e gjumit, e pastaj në programe tjera, por me një model ndryshe. Jo model imponimi, jo model me një qasje e cila është e vrasht. Sepse fëmijët e kuptojnë që është pushim. Edhe thonë këtë. Ata vetëm lojën do ta pranojnë. Patjetër, edhe thonë që jemi në pushim. Prandaj qasja jonë si prind do duhet të ishte qasje jo shëse, duke do thotë ju bë program i cili në fakt nuk ja cenon të drejtën e pushimit, por në anën tjetër edhe nuk e kuptojnë se është imponues. Për shembull, shtrohet pyetja, çka do të bënim konkretisht? Do t'i shtroj pyetja fëmijëve, çka ki plan me lexuar këtë pushim? Në momentin që prindi e pyet fëmijën, çka ki plan me lexuar këtë pushim, në një farë forme e angazhon, por edhe le të zgjedh. E angazhon, në anën tjetër nuk i le hapësirë atij që ai në një farë forme ta keq përdor ose keq menaxhon pushimin, por në vëmendjen e tij qëndron që unë pas në obligime edhe tani. Por jo obligime shkollore, obligime jetike, tjetës. Kështu që fëmiu tash, nëse ka qenë i kujdesshëm edhe gjatë vitit shkollor, ai vetëm do ta vazhdon. Ai vetëm se do ta vazhdon programin, po do ta lexoj këtë edhe këtë libër. Pastaj, nëse ne si prind thamë jemi të kujdesshëm, leximin e kemi pjesë tjetës tonë të vazhdueshme, fëmiu do ta sheh që ne lexojmë. Nuk do ta ketë vështirë kur prindi e thotë çfarë ke plan me lexu, çka ke lexu sot, cila është pjesa që sot ke lexu dhe ke përfituar të ngjashme, po gjithsesi edhe te lojrat. Edhe do thotë nuk duhet me ju hin hak fëmijëve në këtë aspekt, ne po flasim në këtë shekull, në këtë dekadë, jo duke trajtuar vetveten me moshën e fëmijëve tonë. Sepse në çdo kohë dhe në çdo vend ka, ose çdo vend edhe kohë ka specifikat e veta, ndoshta ai kreativiteti i kohës tonë
ka qenë krejtësisht ndryshe për asaj që në fëmija sot. Pro moshatarët tonë, po flasim vite të 70-ta, 80-ta, do thotë nuk është diskutu kjo çështje, po them në mënyrë mediale, sepse ka pas punë shtëpiake. Dhe ajo ka qenë pjesë ndoshta e kreativitetit. Po sot kanë ndryshuar rrethanat, ne duhet i përshtatemi kohës edhe rrethanave që jemi sot. Pra, të orientojmë energjinë e të rinjve, sidomos të fëmijëve gjatë verës. Hoxh, për një familje apo për një krye familjar, për prindrit, cili duhet të jetë qëllimi kryesor gjatë pushimeve? A duhet të punojnë edhe me atë qëllimi, me brendësinë e tyre, me niyetin se çka dëshirojnë të arrijnë gjatë verës? Po, siç edhe e dim nga normat tona fetare, që niyeti është imami i gjitha veprave. Prisi përjatori i gjitha veprave, dhe patjetër ne si prind duhet kemi një qëllim të mirë, të fisnik, që fëmijët tanë të përmbushen dhe të përfitojnë gjatë pushimeve verore. Unë deri me tani çfarë fola vetëm nga një kënd vështrim, sepse do të flasim me pjesë tjera. Pra, niyeti jonë si prind duhet jetë që fëmiu të formohet sa më tepër, të plotësohet sa më tepër në vlera edhe shpirtërore, edhe morale, edhe edukative, edhe shkencore, edhe sociale madje, po madje edhe sportive, sepse tani në kohën e digitalizimit, në kohën e teknologjisë, fëmijët i kanë edhe këto mangësi, e kanë mangësinë edhe, mendoj, edhe sportive, sepse pak bojnë lëvizje, pak mirën me sport, pak dalin, kanë problem edhe me asocializim. Na kemi problem këtë kohë, për shembull, kur i pyesim fëmijët në mënyrë drejt për drejt e pa hezitu, për emrat e dajve dhe djemve të dajve dhe të kushërive të dajve nuk i njohin. Lemo do thotë të tjerëve më larg, edhe të familjes ku ata bashkë jetojnë, edhe veprojnë, sepse është një lloj getoizimi, është një lloj individualizmi që fëmijët do thotë janë të mbyllur. Kështu që pushimet verore janë një lloj hapësire, është një lloj mundësie për hapje, për socializim, për shoqërim me të tjerët, për një hapje e mendjes, është një mundësi që fëmiu me të vërtet me liru energji negative, që ndoshta e konzumon muj me radhë si rezultat i keqpërdrimit po themi të rritjes sociale. Edhe këtë kjo bën që fëmiu të plotësohet. Në anën tjetër, ai koncepti i ibadeteve tek fëmijët të marrin më shumë sevape përmes veprave të ndryshme, duhet të ketë edhe diskutime të tilla në planifikim të pushimeve? Patjetër, kjo do të jetë pjesë e vazhdueshme, konsideroj edhe këtu ndoshta një këshill e veçantë për prindit që të jenë vigjilant dhe të kujdesshëm, me që e diskutuam në fillim të këtij emisioni se fëmijët mund të mos e mirë menaxhojnë kohën, as më tepër mund të kenë çrregullime të gjumit dhe kanë problem pastaj me namazet të sabat dhe të yatsis. Me që namazi sabat falet herët, yatsis falet vonë, atëherë duhet jenë të kujdesshëm prind që tani në një farë formë se tjetër për këtë periudhë, po themi 2 muaj gjysmë parafërsisht, ti trajnojnë fëmijët dhe ti trajtojnë fëmijët që t'ju rrinë gati namazit edhe në pjesën shkollore, kur jenë në shkollë. Sepse shpesh herë ka prind të tillë që nuk e kanë kujdesin e mjaftueshëm duke anu ka aspekti dhimbjes. Të nëna, të dhëmshëria se nuk pja prishi gjumin se ka rovon edhe ka me shku në shkollë. Mirë po, kjo nuk është dhëmshëri reale. Kjo nuk është qasje reale që du të ketë këtë dhëmshëri nëna ose prindin ndaj fëmijët. Kur bëhet fjalë për namazin? Për namazin, gjithsesi, duke pas parasysh që si që edhe trajtojnë dietarët islam, në këtë formë trajtojnë që po, mos dhash Zoti, që në atë kohë të kallet shtëpia. Qa do të bëhet me fëmijën? Do të nëna s'pja prishi gjumin se ato fjetë edhe pëmdhimet. Gjithsesi që vëmendja e parë shkon te fëmijët, që ta shpëtoj fëmijën. Atëherë me këtë çështje duhet ta kemi vazhdimisht ndaj fëmijët, që ne duhet ta shpëtojmë fëmijën përjetësisht. Kjo një. Çështja tjetër është që nëse fëmiu bën orar, pra është i kujdesshëm ndaj namazit sabat, përveç kryerjes së obligimit, ai e formon një princip të jetës.
disiplinor i cili do të jetë i kujdesshëm. Unë nuk hezitoj këtu me cek një disiplinë të veçantë që jam në radhë parë mjenjës falendrues ndaj Zotit të Madhërisht, pastaj ndaj programit të medresës. Do thotë medresa Alaudin që ne kemi kalu 4 vite, vërtet pas të mirave tjera që i ka pas, është edhe aspekti disiplinor. Ne kemi qenë të ri dhe unë po flas për periudhën e komunizmit, nuk kemë të fol tash për këtë kohë. Këtë kohë është komoditet, është luks me fol për këto gjëra, ne po flasim për atë kohë që një i ri me shku në xhami, me fal sabahun ose yatsin ose vakte tjera, ka qenë absurditet. Madje ndoshta kemi thënë më shumë se një herë në emisionet e juaja, që shpesh herë na kanë thënë të tjerët. Pra është dashur para se me hin xhami me shikua apo na shet dikush që po him në xhami, sepse domethënë gjërat atë nuk është fal askush. Kështu që medresja na ka disiplinuar në aspekte të shumta pas tjerash edhe në këtë aspekt. Pra ka qenë shumë strikt në çështjet të kohës së namazeve, sidomos namazit sabat, e kjo na ka hyrë punë pastaj për të jetën. Do thotë jem shumë i njës. Hoxh, do të ndalemi edhe pak te çështja e leximit, sepse është prej temave që trajtohet më së shumti kur vijnë pushimet dhe rekomandohet më së shumti, mirë po në praktik shfrytëzohet më së paku. Si të bëhet leximi një shoqërues i mirë gjatë pushimeve? Si ta doj fëmija leximin? Por edhe ne të rritur, normalisht. Po. Ne si popull në tërësi jemi klasifikuar prej komuniteteve me pak lexues. Edhe këtë e vrejmë tani me që është edhe koha panajirit, do thotë e vrejmë që ka pak blerje të librit, ka pak interesim për librin. Unë të paktën kështu e them xhamatit tim dhe përgjithësi gjatë ligjerimit, të paktën del me fëmijë në panajer, edhe nëse s'blen asgjë. Pra, ta kuptojmë që panajiri i librit është një pasuri që neve na duhet. Pra, del me fëmijën instinktivisht ka me ble, se natyra e fëmijët është me ble edhe gjëra që nuk i duhen. Po sa blen lodra dhe i rrin aty pa i përdorur ose gjëra tjera, rroba kështu me radhë, le të blen libra. Le të blejnë libra, edhe nëse nuk i lexon tani për tani, i duhen për ma vonë. Pra, këtu do të fillon koncepti. Ne duhet të kemi të krijojmë... T'ja bëjmë të dashur librin. T'ja bëjmë të dashur librin, si? Të kemi librari në shtëpi. Ta kemi një kant të librit në çdo pjesë ku na jetojmë. Edhe në dhomën e ndajes, edhe në dhomën e gjumit. Pra, kemi kande të librit. Pse? Sepse kështu flasim psikolog. Syri, do thotë, i qanë informat trurit se një gjë me duhet. Një këtë që po e shikoj është pjesë e imja. Për atë arsye shpesh psikologët edhe preferojnë që të shënohen fjalë të urta në përmure, në gjësande, që njeriu ta inkurajon vetveten. Kështu që të kemi fillimisht libër në kanë të librit në shtëpitë tona. Unë praktikisht them, duhet ndajmë nga buxheti ynë vjetor një pjesë për blerjet librit. Ashtu siç ndajmë buxhet për gardarob, për pushime verore e gjëra të tjera, umre, haxh e kështu me radhë. Pastaj, kur e kemi librin, tani po flasim për pushimet verore, pra ta e pyesim prap fëmijën, cila është koha më e përshtatshme që ti don me lexu këtë libër. Prap t'ia lëm dorë fëmijët, që ai me vetë dëshirë ta e përzihet. Ne mund t'i afrojmë për shembull librat që nuk i ka lexuar fëmiu gjatë vitit. Pra, në radhë parë, numër 1 me që tham kem mungesë të plotësimit në aspektin fetar, kjo është në radhë parë tani që fëmijët plotësohen me njohuri fetare. Pra, t'ja përzgjedh me literaturën duhur, për moshën e duhur fëmijët, edhe pastaj t'ja lëm dorë fëmijët, cila është koha e përshtatshme për ty që don me lexu. Çka do me lexuar nga ky libër? Por sot ditë do me përfundoj këtë libër. Nëse përfundon këtë libër do ta kesh këtë shpërblim. Edhe këto bën me përdor. Inkurajimi përmes shpërblimit. Gjithsesi, do ta përdoremi këtë, edhe pse kjo do të përdoret me mas. Kjo do të përdoret me mas. Çdo veprim. Jo, do të përdoret me mas, po me që jem në fillim të pushimeve, pra mos jetë një lloj pauze e gjatë nga përfundimi i mësimit deri te kapja e librit. Sepse natyrshëm njeriu këtë kemi edhe studime botërore ka për këtë, sikur që është edhe te studentët, në momentin që përfundon studimit, edhe nuk i kthehet librit, ai veç fillon do thotë në një farë forme ta konsideroj librin si diçka të panevojshme ose fatkeqësisht
si një lloj, nuk pequj në armik, pequj si një lloj shokut pa dëshiruar. Një lloj shokut pa dëshiruar. Kjo duhet të ishte e kundërta. Nëse duam të jemi të suksesshëm me përfundimin e provimeve, ne si prind, prapë do të fillojmë leximin. Pra edhe kështu duhet vepruar me nxënësit. Por të fillojmë nga pak. Bon edhe këtë me përdorë si metodologji, t'ja caktojmë, t'ja kufizojmë të paktën 10 minutësh, një gjysore. Neve ndoshta na duket si prind që 10 minuta çka mund të përfitoj ky për 10 minuta ose gjysore. Nëse këtë e konvertojmë me komplet pushimin, i del që do të lexon 2-3 libra, minimumi. Pra, ne do të fillojmë me 10 minuta. Pastaj shkojmë duke ngritur intensitetin. Jo t'i thojmë fëmijët për shembull, kemi lexuar gjatë pushimit veror në start, nëse hapme, kemi lexuar 2 orë, 3 orë. Me start ai bëhet i padëshiruar shumë libri tek ai. Jo, ne do të fillojmë me minimumin e pastaj shkojmë duke ngrit dozën në bazë të me metodë gradualiteti. Mirë, do të flasim edhe për veprime tjera që preferohet të bën gjatë pushimeve, por tani shkputemi për pak çast e rikthehemi pas pak. Po flasim për pushimet verore dhe mundësitë që ka fëmia, por edhe familja në gjatë kësaj periudhe me hoxhën Sadat Rustemi. Hoxh, e përmendët leximi është i nevojshëm, pastaj veçuat literaturën fetare, në këtë rast do doja të ndalemi tek Kurani pikërisht. A ka shumë rëndësi që të kemi një fokus më të qartë dhe më të koncentruar te çështja e Kuranit kur flasim për fëmijët? Po. Bujar tani me që jemi edhe në sezonin veror dhe në pushimet verore po fillojnë, fillimisht duke fillu prej medreses Salaudin dhe në të gjitha xhamit në Republikën e Kosovës mbahen kurse verore. Kështu që kryesisht bëhet mësimi i shkronjave të Kuranit dhe ata që veç i kanë mësuar shkronjat të Kuranit përforcimi i leximit e kështu me radhë, është shumë e rëndësishme kjo. Është me rëndësi për aspektin shpirtëror në radhë parë, siç e dimë se leximi i Kuranit është afrim tek Zoti i Madhërisht, është ibadet në vete. Leximi i Kuranit për fëmijën e lidh atë me krijuesin. Leximi i Kuranit e qetëson fëmijën. Ne jemi duke folur në shekullin 21. Në shekullin që pothuajse psikologët dhe psikiatrët botëror kanë ngrit një lloj alarmi për shqetësimin që ju paraqitet fëmijëve si rezultat i keqpërdorimit të rrjeteve sociale. Kështu që namazi, adhurimi në mënyrë të përgjithshme, leximi i Kuranit është qetësi për ta, sepse është zhvendosje e fokusit të vëmendjes nga një botë imagjinare në një botë reale, që bashkëjeton fëmijë me të. Kështu edhe e ka emërtu këtë çështje ose e ka trajtu këtë çështje Allahu në Kur'an, për vetë Kur'anin, thot Allahu i Madhërisht, ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub, vëni re thot Allahu se përmes përmendjes së Allahut qetësohen zemrat. Këtu me përmendjet e Allahut në radhë por hyn leximi i Kur'anit, pastaj hyn dhikri i përgjithshëm ose i veçantë që është në kohën e caktuara. Pra lidhja e fëmijët me Kur'anin në radhë parë jep këtë mundësi. Mundësia tjetër është rujtja e fëmijët nga devimet në radhë parë të bindjeve, pastaj të ideve dhe mendimeve, që unë konsideroj se jo vetëm për neve besimtarve. Kjo do të ishte mirë se ardhur edhe për ata prind që kanë mendime ndryshe. Pra nëse një prind, po themi ateist ose agnostik, do thotë ka shqetësimet e kohës për fëmijët, devijimit, po themi, ne japmi këtë alternativë. Fëmijë yt nëse mëson leximin e Kuranit dhe mësimin e Kuranit dhe pastaj praktikimin e saj, do të jetë larg aty në devijimeve që ti si prind i ke. Pra, lere më ne si besimtar ose ata që janë adhurues Zotit. Pra, pastaj kjo mirësi do ta përcjell fëmijën gjatë tërë vitit. Nuk është absolutisht pengesë, sepse disa prind kanë paragjykime dhe kanë gjykime negative, madje kanë keq interpretime, që marrja me mësimet fetare, këto dhe leximin e Kuranit, sikur ja humb fëmijët kohën.
po si ka mundësi me humb kohën kurse ne e shohim sot fëmijët sa kohë keq përdorin gjatë ditës, gjatë javës, në ekraneve. Absolutisht. Pra, edhe ne mund t'i marrim pastaj edhe rezultate nga të rit. T'i marrim sot të rit të cilët janë praktikues të fesë, lexues të Kuranit, dhe ata që kanë për shembull moshën 15 deri në moshën 20 vjeçare, që lexojnë Kur'an dhe janë namazfalës, edhe ata që nuk lexojnë Kur'an dhe nuk janë namazfalës. Ti nxjerr në përfundim të rezultatet e vlerave, sukseseve në shkollë, por edhe fenomeneve dhe dukurive negative. Gjithsesi këta që janë lexues të Kuranit dhe namazfalës janë më produktiv, janë më të suksesshëm, por janë edhe shumë më larg edhe do thotë dukurive negative dhe fenomeneve. Po, në anën tjetër, hoqë, si aktivitet i familjes, me që, po themi, gjatë vitit kanë pasur shumë angazhime, është edhe mundësia edhe e rikthimit të lidhjeve familjare, apo jo? Gjithsesi, prej mundësive, prej të mirave, po themi që do duhemi aranzhmu, me organizu gjatë pushimeve verore, do të ishte, siç tham fillim, socializimi. Pra, ndeja me prind, ndeja prindve me fëmijë. Lidhja mes antarëve. Pa prezencën e telefonave. Kjo do të ishte më e mira, unë mendoj që ndoshta asgjë mos bëshin prind në këtë kohë me fëmijët e tyre, të paktën le ta shfrytëzojnë me u socializu me fëmijë, me bisedu me fëmijë, me u shoqëru me fëmijë, me shtu dashurinë, respektin ndaj njëri tjetrit. Kjo është sa i përket familjes në ngushtë. Pra ne kemi krizë tani për socializim me familjen në ngushtë. Por gjithsesi brenda mureve të shtëpisë. Patjetër. Aq më tepër kemi nevojë dhe kemi krizë për familjen e gjerë, për farifisin, miqt, dajallart, e kështu me radhë, po është mirë me shfrytëzuar këtë kënd, i cili shfrytëzohet edhe për socializim, shfrytëzohet edhe për kreativitet, edhe për vizitë. Ne e dimë që në aspektin fetar nuk i është vendos çmimi, bujar, kështu që ndojnë faktet tona, nuk i është vendos çmimi një vepre, vetëm se mbrapa asaj vepre ka vlera. E ato vlera në kthejnë pjesët dërmuesin jetën e kësaj bote. Pra jo rastësisht i është vendos çmim ekskluziv zjaretit që njihet në popull, po e ceki tekstualisht që njihet në popull. Zjaret është vizitë. Vizita e familjarëve, vizita e dajallarëve, vizita e xhallarëve, vizita e kushërive kështu me radhë, që po themi se në këtë kohë është krizë, e që nuk do duhet ishte krizë. Në kohën që ne kemi qenë të vegjël, do thotë që do organizim është do me bë fizik. Por për me i ftu dikon ndarsum, ose në heng, ose në rastet në vdekjes, është doshtë fizikisht me shku. Tani nuk e kemë këtë mundësi. Tash e kemë mundësin, do thotë, përmes rrjeteve sociale, që i bie se kjo do duhet më ne lehtësu neve takimit pastaj fizike. Po ja që ka ndodhe kundërta, prandaj të shfrytëzohen ose të mirë shfrytëzohen pushimet verore për me i fuqizu raportet tona edhe familjare, edhe farefisnore dhe miqësore. Në anën tjetër, aktivitetet tjera janë të rëndësishme që fëmijët të inkuadrohen në to, si që është çështja e ndonjë projekti, bamirësie, kështu me radhë? Patjetër, konsideroj bujar se çdo pjesë, çdo segment i jetës, për cilin mendojmë se është produktiv, është profitabil, është me interes, ne duhet të angazhojmë fëmijët dhe nuk është mundimaj për fëmijët, mirë po është një produktivitet, rendimentet e së cilës do t'i korrë më vonë. Pra, i bie se është mirë me shoqëru fëmin tani në për tubime familjare që i kemi. Ti shoqërojmë fëmijët më tepër në xhami, ti shoqërojmë fëmijët edhe në për pikniqe, po edhe në për vende ku ata dëfrehen, njihen mirë. Po flasim gjithmonë aty ku mrana parametrave të lejuar, që fëmijët me të vërtet kur të përfundojnë pushimet verore, ta ndinë vetin të kompletuar në shumë segmente. Edhe pra kanë kaluar 2 muaj, kemi lexuar diçka, kemi vizituar dikën, jemi miqasu, kemi shtu dashurinë dhe respektin vizitat edhe të fëmijëve njëri me tjetrin, shokëve të shkollës, sepse shpesh herë edhe i harrojnë njëri tjetrin sepse pushimet tek ne janë gjata. Kështu që të gjitha këto e krijojnë një lloj mozaiku të ndërtojnë atë kodrën me sevape. Në anën tjetër edhe bashkëpunime, pjesëmarrja në organizimet e xhamisë, sikurse ishte javë më parë në xhamin ku ju veproni pastrimi i ambientit rreth xhamisë apo i lagjes tërësisht. Pra edhe aktivitetet të tilla janë shumë të mirë se ardhura dhe janë atraktive edhe për fëmijët, apo jo? Patjetër, gjithsesi çdo gjë që konsiderojmë se e angazhon fëmijën për të mirë, është produktive, sepse tani bujar është edhe kriza e ankesave që i bojnë shpesh prind me thekse veçantë nënat,
që fëmijët të dy gjinive, edhe të vajzave, edhe të djemve, kanë një, po them, një qasje jo të duhur në raport me ndihmesat që du t'ja bëjnë prindve, nënës sidomos. Kështu që pushimit verore, nëse shfrytëzohen në këtë aspekt, aktivizohen edhe në punën e shtëpisë. Patjetër, është një lloj aktivizimi, edhe duhet me angazhu, duhet me aktivizu prindët, duhet me aktivizu fëmijët edhe brenda shtëpisë. Të paktën ta rregullojnë shtratin e tyre. Ka nevojë për të përfitojnë me shprehje të reja. Gjithsesi shprehje të reja, të cilat do thotë edhe i bojnë më principiell në jetën e tyre, edhe në anën tjetër lirojnë unë që shequj do thotë lirojnë bloqe kohë për prind. Për shembull gjinia femërore tek ne, nënat në vendin tonë, një prej krizave që ne mirëmi me këtë fushë dhe e trajtojmë është, për shembull pse nënat nuk kanë kohë me lexu, bashkëshortet, gratë tona, pse nuk kanë kohë me lexu, pse larg leximit. Një prej këtyre është që do thotë nuk krijojnë bloqe kohë, që me shpërnda punën për gjithë anëtarët e familjes. Diçka me kryt për punëve djale, diçka vajza, diçka burri, diçka kjo, që prap të ketë kohë gruaja me lexu, të ketë kohë domosdoshmë për gjëra të tjera. Por kështu ne e formojmë një, siç thash, një mozaik të vlerave, të gjithë lexojmë, të gjithë jemi mirë, përfundojnë pushimet verore dhe i gëzohemi. Por nuk i gëzohemi asaj shoqëri që erdh koha me hinë shkollë se s'po kryen fëmia, siç është ajo fjala e prindit. Jo, përkundrazi. Pra nëse ne kemi program, atëherë i gëzohemi se vërtet e kemi mirë shfrytzuar. Ka rëndësi edhe ndihma reciproke mes anëtarëve të familjes që të shijojnë të gjithë pushimet. Në anën tjetër, Hoxh, duhet theksuar përgjegjësia edhe një herë e prindërve për të organizuar mirëfilli pushimet e fëmijëve? Mendoj se ashtu është edhe patjetër që kjo çështje do të jetë vazhdimsi e kujdesit gjatë tërë vitit, por edhe në pushimet verore, sepse përgjegjësia e të qenurit prind është edhe gjatë verës, edhe gjatë pushimeve verore. Por kemi përgjegjësi, kemi obligime, pra do të mirëmi një pyetje si prind para Allahut se si fëmijët tanë e kalojnë kohën dhe ne jemi shembulli konkret ose kemi shembuj okular që ata fëmijë të cilët e kanë mirë shfrytzuar rininë e tyre, pushimet e tyre verore, janë rrit pra me ato përfitime, sepse ashtu siç e tham më parë që në shkollat tona nuk mësohet feja, nuk ka mësim besim, atëherë fëmija nëse shfrytëzojnë pushimin veror dhe atë dimëror dhe pushimit të tjera gjatë vitit, në një farformë si tjetër kompletohen dhe shumë prej qytetarëve, shumë prej bashkëkombësve tanë, pra janë formu në saje të këtyre pushimeve. Pra atë sa kanë shfrytëzuar pushimet verore, po flasim në aspektin e kompletimit fetar, shpirtëror, me këto kanë vazhduar jetën. Shumë prej xhamatit që kemi na, thonë që çato sure, çato kaptina, çato dov, siç thot populli, që kemi mësuar në rini, në pushimet, me çato jemi në çit mosh. Pra i bie që do të jetë një këshill ose do të jetë një sugjerim për prindë që të jenë vigjilentë dhe të kujdesshëm, pra të kenë program për fëmijët, të jenë të kujdesshëm çka po shikojnë edhe rrjetet sociale, ku e kalojnë kohën, si e shfrytëzojnë kohën, me qëllim që edhe të afrohen të Zoti i Madhërisht, edhe të kompletohen, por edhe prindë jenë më rahat, sepse prindi është i qetë me fëmijën kur sheh produktivitet të fëmijë, kur sheh rezultat, kur sheh që fëmiju angazhohet në diçka që është profitabile, që është e dobishme, është e suksesshme, e kjo këtë e bën do thotë edhe atë aspektin e qetësisë dhe të kënaqësisë. Dhe në përgjamia tash do të shtohet pak më shumë ajo zhurma e fëmijëve, Hoxh. Patjetër na e mirëpresim këtë zhurmë, është zhurmë e këndshme, do thotë ardhja e fëmijëve tani, do thotë kurset verore, mësim besimi, siç tham, fillon tash veç me përfundimin e vitit shkollor. Patjetër se ne si prind, po edhe qytetarët do të jenë të kujdesshëm, të durueshëm, të durojmë për fëmijët të cilët frekuentojnë xhamia, ndoshta krijohet një zhurmë pak më e madhe, por është e këndshme sepse kemi këtë mungesë pothuajse ndoshta 10 muaj gjatë vitit. Dhe tash është e mirë se ardhën, sigurisht. Hoxh, faleminderit shumë për këto këshilla dhe për sugjerimet që dhat prindërve lidhur me pushimet verore të fëmijëve. Faleminderit ju. Të dashur miq, kaq për sonte. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.